Rok Toma, futbollisti I Partizanit, shpaku lojtari I ndeshjes Partizani Vllaznia. Autori I golit të parë të avantazhit për të kush, por që nuk e mbajti skuadra jote. Gjithsesi, urime për suksesin tuaj Toma. Atëherë, faleminderit shumë. Dhe jam shumë I lumtur për ekipin. Dham jashtëzakonisht shumë. Ishim gjithë agresiv bashku në çdo moment. Jam shumë I lumtur për golin. Pavarësisht se meritonin ta fitonin këtë ndeshje. Besoj unë. Dhe kaq. Shpresojmë që të vazhdojmë kështu në ndeshjet e tjera. Toma kishte fallë në duetin Albania me Xhinin. Nuk besoj se unë as nuk I shkova me erdhi ai. Nga mrapa nuk me pau dhe lëshoj veten për atë. Kështu besoj që goli ishte I rregullt dhe kështu e dha arbitri. Toma, ju keni ardhur nga jashtë dhe miqt luajtët me sukses me Teutën e Durrësit, tashmë me një ekip poshtë Mallsa Partizani. Ndjeni I vlerësuar? Ndjem shumë I vlerësuar, më kanë pritur shumë mirë, te Partizani, tifozat, gjithë stafi, presidenca, gjithë. E shpresojmë të ecim sa më mirë. Rok Toma është me origjinë nga Malësia e Madhe. Patyshim ju një element tifozdeko me Vllaznin dhe keni gjakun tuaj. Po, e kam thënë dhe në intervista të tjera që jam tifoz I Vllaznis, por bëj me Partizanin dhe s'kam çfarë të bëj. Nëse të ardhmen do të ketë ndonjë ofertë nga Vllaznia për Rok Tomën, si I përgjigjen? E kam thënë dhe këtë në intervistë dhe kam dëshirë qef luaj një ditë me ekipin e Vllaznis. Dhe për të mbyllur, ky gol I sotëm I Rok Tomës për kë shkon dedikimi? Dedikimi shkon për familjen, për gjithë shokët e mi dhe gjithë ata që më përkrajnë. Urimet. Faleminderit shumë. Ishim me Rok Tomën, autorin e golit të avantazhit për skuadrën e kuqe të Partizanit, I cili u shpat edhe lojtari I ndeshjes Partizani Vllaznia. Një futbollist që vjen nga jashtë Shqipërisë, me origjinë nga Malësia e Madhe dhe e shprehur vetë publikisht që është tifoz I Vllaznis dhe ka dëshirën që nëse Vllaznia ka interesat të ardhmet I përgjigjet pozitivisht. Faleminderit. Faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit.